41 vjeçarja Shpresa Kreku, që vdiq të mërkurën në mbrëmje pas konsumimit të 3 kokrave Fotoksin, është përcjell gjatë paradites për në banesën e saj të fundit. Mes familjarëve të afërmve, arkmorti i saj doli nga banesa e bashortit në 12:30 minuta dhe kortezhi u nis drejt fshatit Banaj në ish komunën Poshnjë në Bashkinë Dimal, ku ishte lindur dhe rritur. Varimi në fshatin Banaj ishte dhe amaneti i saj fundit, i kërkuar të motrës pak minuta para se të vdiste. Banor të fshatit, Bilq dhe të afërm të familjes Kreku shprehen se viktima ishte grua shumë e mirë dhe edukuar. E shkëlqyer. Asgjë si mungonte. Tani nuk e dim. Por mua, për sa e kam njohur, ai është shumë për së mbari. Se sa kam patur me njëri tjetrin, një konflikt familjar me njëri tjetrin, ata aty nuk di jeme. Vajza ishte persone dhe meri keq kur e pash në shtyllë atë. Familje mirë shumë. Familje nderuar, jo e mirë, po shumë e nderuar. Edhe vajza shumë e mirë ishte. Ne s'kemi dëgjuar ndonjë llap. E s'kemi çfarë themi me. Ndonse nuk dihen saktësisht arsyet e këtij flijimi, sipas fqinjeve, viktima kishte shfaqur shenja depresioni, pasi zihej çdo ditë në telefon me bashortin, të cilit i kërkonte të kthehej në shtëpi pranë saj dhe fëmijëve. Në vetëm pak ditë, ky është rasti i dytë i helmimit me Fotoksin.